Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt më keni kërkuar ju fansat e Selinës, të Gretës, lajmet më të fundit rreth tyre, rreth marrëdhënieve, dasmave, shtatzanive. Në fakt ka pasur hamendësime të ndryshme për Gretën dhe për Onon, burin e Gretës, dhe në këtë rast për marrëdhënien me Selinën si kunata. Ne dim shumë bukur që Greta dhe Selina në Big Brother kishin ato kacafytjet e veta, kishin ato diskutimet e veta, por në fund të ditës do me thënë treguan një shoqëri që realisht unë personalisht nuk është se kam parë këtë afrimitetin, këtë shoqërinë, me thënë drejtën te kunatat. Ka një lloj egërsie, ka një lloj inati, por siç duket Selina dhe Greta fillimisht një herë janë më shumë shoqe se sa kunata. Greta dhe Ono kanë filluar që të bashkjetojnë, ato ndajnë kohën më së shumti së bashku, të paktën bazuar në të gjitha intervistat e fundit që ka dhënë Greta dhe intervistat e fundit që ka dhënë Selina, raportet në dashuritë e tyre janë shumë mirë. Greta dhe Ono po punojnë me shumë entuziazëm që të sigurojnë një të ardhme pak më të mirë, sepse do me thënë duke që gjithçka po e fillojnë vetë nga zero, dhe nga ana tjetër Selina dhe DJ Gimbo po punojnë edhe ato për të ndërtuar të ardhmen e tyre si në aspektin profesional, ashtu edhe në aspektin privat në jetën e tyre. Greta tha që nuk është se kemi ndonjëherë ndonjë plan për një dasëm, apo thënë më shumë për një shtatzani. U përfol shumë në fakt që Greta është shtatzën, por ishte e bërë një foto me AI që mori vëmendjen e të gjithë shqiptarëve, që u komentua pafund dhe në fakt u përfol shumë, por ishte thjesht një provokim nga ana e Gretës. Ndërsa për Selinën dhe për Gimbon, do me thënë siç duket, pas kësaj vere, do të kemi planet e para për dasmën e madhe. Kjo verë nuk është se do të na sjellë ndonjë moment të bukur të fustanit të bardhë të Gretës apo të Selinës, do të jetë momenti i tyre i qetësisë, momenti i tyre i dashurisë, momenti i tyre i lumturisë. Edhe pse Greta ka pak më shumë kohë me Onon, do me thënë ndoshta janë më gati drejt këtij hapi të madh, ndryshe nga Selin, që Selina ka më pak kohë me DJ Gimbon dhe mundohen që t'i japin atë momentin e bukur njëri tjetrit për t'i shijuar këto çaste. Çiftet po dashurohen, çiftet po kalojnë bukur, do me thënë ka një kimi shumë të afër dhe të ngjajshme me njëri tjetrin, po i dhurojnë pozitivitet dhe dashuri njëri tjetrit, po kënaqet me njëri tjetrin dhe po planifikojnë për të ardhur në forma të ndryshme. Dua të them që Selina në shtator starton në televizionin Top Channel, këtë e kam si informacion, do me thënë do t'jetë pjesë edhe Selina e këtij grupi kaq të madh. Në fakt nuk e besoja në asnjë mënyrë që do ta lejonin Selinën që të ikte, dhe kështu që edhe Greta ndoshta do t'jetë pjesë e këtij rrugtimi.